gjë nuk ma mësuan librat, raportin me besimin. Unë besoj shpejt, besoj të tjetri dhe aty kam thyer hundët shumë fort. Dhe një gjë kam kuptuar, këtë ma ka sjell jeta dhe pastaj në kontakt me të huaj, kam kuptuar dhe me përvojat e tyre që ata e kishin mësuar shumë e shumë herët dhe kanë mësuar të mos besojnë letë, të maten mirë, të njohin mirë dhe pastaj ta falin besimin. Ne që në momentin e parë, unë flasë për veten, duke që natyrë shumë e dashur, besoj tek vetja, jam natyre sinqert, dhe mendoj se dhe tjetëri që më shfaqet është aty. Dhe sado që e mësova, por ka dhe diçka që ti mund ta mësosh, por fjala mësim është diçka tjetër. Unë dua ta ndaj në dy pjesë. Ta pësosh, po mësimi është tjetër gjë. Ti mund të pësosh në mënyrë të vazhdueshme dhe nuk di pse trupi të refuzon dhe mendja refuzon që mos ta mësosh.